kemi bërë një protestë dje. Po? 5, 6, 10, 70 banor, edhe 100 polica mund të themi. Na ka dalë nën kryetari i bashkisë. Po? Edhe na ka thënë, me kam dhe me video, me fjalë, na ka thënë që ne kemi prioritet dhe kemi projekt për rrugën me fjalë për 2026 bet. Na lexoj këtë letër. Ku kjo letër na thotë për rrugën e fshatit nuk ka projekt. Pra të ka dhënë këtë letër që thotë për 2026 kemi projekt, ndërkohë që në 2024 këtu nuk ka projekt. Po mos e kanë bërë tani. Ja kërkova, pa pikë turbi, ja kam kërkuar pas protest, erdhi më tha, i thash më jep projektin që ke bërë. Më tha, do marr leje nga kryetari. Kjo më çuditi, i thash nuk dua dokumentet e kryetarit, dua një kopje. Pra nuk është sekret. Pse sekret? Jo, do të marr leje, është me fjalë nuk kam asgjë me kryetarin. Kjo është fjala e Sybisheut, duhet marr leje nga kryetari. Unë prapë se unë jam i bindur, jam shumë i bindur që ai nuk ka projekt. Ai është i mashtrim. Nëse ai ka projekt, hajde të mbështyjë ai përpara mos të mbështyjë atë. Po kemi parë fshatra që nuk ka projekt. Qendrat asfaltuara, jo më rrugë të asfaltuara. Se në fshatin tuaj, si po shkon situata në fshatrat përreth? Fshatrat përreth janë shkoj si është puna. Edhe për të kuptuar. Po, kemi fshatin poshtë Goraj. Po. Lidhesh poshtë me Perondin. Aty tu bëllë një rrugë tjetër lidhse. 2. U bëllë një tjetër pak ashtu gjysmë rrugë po me beton. 3 rrugë lidhse. Lagushi se ka parë 30 e ca vjet. Jo asfalt, po s'ka parë as beton. Shtrimin e rrugëve të Gorajt, të Avaleasit, të Ferasit, të Magjatës, të Tapis, janë nga ato punë që ne kemi realizuar këto 4 vjet.